Çelja dhe mbarvajtja e sezonit turistik, parandalimi i zjarreve dhe lufta kundër kultivimit të narkotikëve ishin në fokus të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Publike në Pogradec, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe institucioneve të sigurisë. Siguria moderne duhet të fokusohet mbi parandalimin, bashkëpunimin ndërinstitucional, besimin qytetar dhe aftësinë tonë si shtet për të parashikuar dhe për të identifikuar në kohë problematikat që mund të cënojnë sigurinë e komuniteteve tona. Do ketë një lehtësim të televizjes qytetarëve, kryesisht dhe shtetësit e huaj, që do hyjnë në Republikën e Shqipërisë, ku dhe për këta janë marrëmasa që mos kemi pengesa televizjes tyre në pikën e kalimit kufitar. Nga ana e Komisariatit Policisë Pogradec është hartuar plani masave përbashkët me stacione policisë kufitare të Shemish, garantimi i rendit të qetësisë publike dhe parandalimi i veprimtarisë kriminale në të gjithë plazhet dhe zonat turistike të rrethit Pogradec. Gjatë takimit, kryebashkiaku Ilir Xhakolli ngriti shqetësimin për radhët e gjata në doganën e Qafthanës, të shkaktuara nga funksionimi i sistemit One Stop Shop në 2 sisteme të ndryshme mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sot që nuk ka filluar sezoni turistik, aty kemi një radhë të gjatë, jo më kur të fillojë sezoni turistik. Kështu që besoj do të dëgjohet kjo këshilla ime apo kërkesa e qytetarëve të Pogradecit, po edhe në gjerë, me qëllim që mos kemi probleme në lëvizjen e lirë të tyre edhe të qetë nëpërmjet doganës Qaftan. Në prag të sezonit turistik, Xhakolli bëri të ditur se në breg liçenin e Pogradecit, si përfaqen më të madhe, e zen plazhet publike, ndërsa janë pajisur me lej 50 operator ekonomik për stacionet private të plazheve. Si vjet është akoma më shumë raporti anon nga plazhet publike sesa nga plazhet private, edhe në pjesën kryesore që është plazhit në brenda qytetit. Është pjesë e konsiderueshme, do të vazhdoj të jetë me çadra falas, ashtu siç i kemi patur 3-4 vjet, edhe një plazh të dedikuar për personat me aftësi ndryshe. Në mbledhje u diskutua gjithashtu edhe për masat kundër zjarreve dhe monitorimin e zonave të riskut për kultivimin e narkotikëve.